Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton reduktimin e trupave në disa vende evropiane, duke kritikuar Italinë dhe Spanjën për mungesë mbështetjeje. Këto deklarata thellojnë tensionet me aleatët, ndërsa edhe Friedrich Merz ka kritikuar qëndrimin e SBA-s ndaj Iranit. Tensionet me Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropian duket se po rriten, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar mundësinë e reduktimit të trupave amerikane në disa vende të Evropës. Duke folur nga zyra ovale, Trump kritikoi hapur Italinë dhe Spanjën, duke i akuzuar për mungesë mbështetjeje në politikën e jashtme, veçanërisht në lidhje me situatën në Iran. Ai lë të hapur mundësinë që Shtetet e Bashkuara të reduktojnë praninë ushtarake edhe në Gjermani. Këto komente vinë në një moment të ndjeshëm për marrëdhëniet transatlantike, ku dallimet mbi çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme janë bërë gjithnjë e më të dukshme. Nga ana tjetër, kancelari gjerman Friedrich Merz ka shprehur kritika ndaj Washingtonit për mënyrën se si po menaxhon situatën me Iranin, duke deklaruar më herët se Shtetet e Bashkuara janë të poshtëruara në këtë çështje. Megjithatë, ai ka theksuar se marrëdhëniet personale me Trump mbeten të mira. Analistët vlerësojnë se një reduktim i mundshëm i trupave amerikane në Evropë mund të ketë pasoja të rëndësishme për sigurinë në kontinent dhe për rolin e NATO-s. Këto zhvillime tregojnë një rishikim të mundshëm të strategjisë amerikane në Evropë, ndërsa marrëdhëniet mes SBA-s dhe aleatëve të saj përballen me sfida të reja në një klimë globale, gjithnjë e më të tensionuar. Një avion i American Airlines nga Miami në Caracas shënoi rifillimin e fluturimeve direkte mes SBA-s dhe Venezuelës pas 7 vitesh ndërprerjeje. Vendimi vjen pas heqjes së ndalimit të vitit 2019 dhe konsiderohet një hap drejt përmirësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Pas 7 vitesh ndërprerje, fluturimet komerciale me Shtetet e Bashkuara dhe Venezuelës kanë rifilluar zyrtarisht, duke shënuar një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Një avion i kompanisë American Airlines u nis nga Miami dhe ul në Caracas, duke u bërë fluturimi i parë i drejtpërdrejtë që prej vitit 2019. Ky zhvillim vjen pasi autoritetet amerikane hoqin ndalimin për linjat ajrore, i vendosur disa vite më parë për arsye sigurie dhe tensione politike. Me rifillimin e fluturimeve ditore drejt kryeqytetit venezuelian, zyrtarët e të dy vendeve e kanë cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt rindërtimit të lidhjeve ekonomike dhe tregtare. Diplomati amerikan në Caracas theksoi se ky është një moment që simbolizon rihapjen e Venezuelës ndaj tregtisë globale dhe lidhjen mes qytetarëve të dy vendeve. Vendimi për rifillimin e fluturimeve erdhi pas një urdhri të administratës së presidentit Donald Trump, ndërsa më herët Departamenti Amerikan i Transportit kishte hequr kufizimet për kompanitë ajrore. Ky zhvillim është pritur me entuziazëm nga shumë qytetarë, veçanërisht nga komuniteti venezuelian në SBA, për të cilët rikthimi i fluturimeve direkte do të thotë më shumë mundësi për të vizituar familjet dhe për të forcuar lidhjet personale. Megjithatë, autoritetet amerikane vazhdojnë të paralajmërojnë për rreziqe të mundshme në Venezuelë, duke përfshirë kriminalitetin dhe sfidat në infrastrukturën shëndetësore. Rifillimi i kësaj linje ajrore konsiderohet si një sinjal i qartë i një kapitulli të ri në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Caracasit, ndërsa mbetet për të parë se si do të zhvillohen më tej këto raporte në të ardhmen. Kryeministri britanik Keir Starmer premtoi masa të forta për mbrojtjen e komunitetit hebre, duke pranuar se shumë prej tyre jetojnë me frikë pas sulmeve në Londër. Ai paralajmëroi rritje të pranisë policore dhe goditje ndaj ekstremizmit antisemitik. Kryeministri britanik Keir Starmer ka premtuar masa të menjëhershme për mbrojtjen e komunitetit hebre në Mbretërinë e Bashkuar, pas një serie sulmesh antisemitike që kanë tronditur Londrën. Deklarata e tij vjen vetëm një ditë pasi 2 burra hebrenj u plagosën me thikë në veri të kryeqytetit britanik në një incident që po hetohet si akt terrorist. Starmer pranoi publikisht se shumë hebrenj në Britani jetojnë me frikë, duke u ndjerë të pasigurt për të praktikuar fenë e tyre, për të ndjekur universitetin apo edhe për të treguar identitetin e tyre në shoqëri. Në përgjigje, ai njoftoi një sër masash konkrete, përfshirë rritjen e pranisë policore në zonat me komunitet hebre, shtimin e investimeve për sigurinë dhe forcimin e ligjeve kundër ekstremizmit antisemitik. Qeveria britanike planifikon gjithashtu të ndërmarrë hapa për mbylljen e organizatave që promovojnë urrëtitjen
dhe për të ndaluar hyrje në vend të predikuesve të urrëties, duke i përjashtuar ata nga universitetet dhe hapësirat publike. Deklaratat e Starmer vijnë mes kritikave nga disa anëtar të komunitetit hebre, të cilët kanë kërkuar më shumë veprime konkrete nga qeveria. Gjatë një vizite në zonën Golders Green, ku ndodhi sulmi, ai u përball edhe me protesta nga një grup i vogël qytetarësh. Ndërkohë, autoritetet kanë bërë të ditur se i dyshuari për sulmin ka një histori të mëparshme dhune dhe probleme të shëndetit mendor. Hetimet po vijojnë për të përcaktuar motivet e plota dhe lidhjet e mundshme me grupe ekstremiste. Lufta dhe blokada detare amerikane kanë përkeqësuar problemet ekonomike të Iranit, por vendi ende po arrin të përballojë situatën fal burimeve të brendshme dhe tregtisë me fqinjet. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se pa heqjen e sanksioneve, ekonomia iraniane rrezikon një goditje të rëndë në muajt në vijim. Pas javësh konflikti dhe tensionit të lartë në gjirin persik, ekonomia e Iranit po përballet me një presion të fortë, ndërsa ekspertët paralajmërojnë për pasoja serioze në periudhën pas luftës. Mbyllja e pjesshme e ngushticës së Hormuzit nga Teherani dhe blokada detare amerikane ndaj porteve iraniane kanë ndikuar drejt për drejt në eksportet e energjisë dhe tregtinë ndërkombëtare. Megjithatë, pavarësisht këtyre masave, Irani duket se ka arritur të ruajë një nivel të qëndrueshëm furnizimi brenda vendit. Sipas raportimeve, produktet vendase nuk kanë pësuar rritje të ndjeshme çmimesh, ndërsa mallrat e importuara janë shtrenjtuar me rreth 20 deri në 30%. Autoritetet nuk kanë ndërmarrë masa drastike si kufizimi i karburantit apo ushqimeve dhe pagesat e shtetit vijojnë normalisht. Ekspertët theksojnë se Irani ka ndërtuar një ekonomi rezistence, duke u mbështetur në tregtinë me vendet fqinje dhe në rrugë alternative për eksportet. Një pjesë e mallrave transportohet drejt Azisë Qendrore përmes detit Kaspik, ndërsa nafta po kalon edhe përmes rrugëve toksore. Sanam Vakil, analiste në Londër, paralajmëron se ekonomia iraniane mund të pësojë një rënje dyshifrore të prodhimit të brendshëm bruto këtë vit, megjithse monedha vendase ka mbetur relativisht e qëndrueshme. Ndërkohë, analistët e energjisë vlerësojnë se Irani mund të vazhdojë prodhimin aktual të naftës edhe për disa muaj, përpara se të detyrohet të bëjë shkurtime. Megjithatë, në terren, qytetarët dhe bizneset ndjejnë gjithnjë më shumë presionin ekonomik për shkak të rritjes së çmimeve, ndërprerjeve në zinxhiret e furnizimit dhe kufizimeve në internet. Ekspertët theksojnë se për të shmangur një krizë të thellë ekonomike, Teherani duhet të sigurojë heqjen e sanksioneve si pjesë e çdo marrëveshjeje të mundshme me Shtetet e Bashkuara. Në të kundërt, paralajmërohet se situata mund të përkeqësohet ndjeshëm në muajt në vijim. Hartat e reja tregojnë se Izraeli ka zgjeruar kontrollin në pothuajse 2/3 e rripit të Gazës, duke shtuar një zonë të re të kufizuar përtej vijës së arpushimit. Kjo situatë ka përkeqësuar ndjeshëm kushtet humanitare për civilët, të cilët mbeten të bllokuar me zonave të rrezikshme. Zhvillimet e reja në konfliktin në linjën e mesme tregojnë për një zgjerim të kontrollit ushtarak izraelit në rripin e Gazës. Sipas hartave të siguruara nga burimet ndërkombëtare, forcat izraelite tashmë kontrollojnë afërsisht 2/3 e territorit. Harta e fundit paraqet një vit të re, të quajtur linja portokalli, e cila shtrihet përtej linjës së verdhë të përcaktuar në arpushimin e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në tetor. Kjo vije e re përcakton zonat e kufizuara, ku organizatat humanitare duhet të koordinojnë çdo lëvizje me ushtrinë izraelite. Sipas ekspertëve, kjo zgjerim nënkupton një kontroll më të madh territorial dhe kufizime më të forta për lëvizjen e civilëve dhe ndihmës humanitare. Jad Isaac, studiues palestinez, vlerëson se rreth 64% e Gazës tashmë është jashtë aksesit të lirë dhe nën kontroll të drejtpërdrejt ushtarak. Nga ana tjetër, autoritetet izraelite deklarojnë se këto masa janë të nevojshme për të garantuar sigurinë dhe për të lehtësuar aktivitetet humanitare në një mjedis të rrezikshëm operacional. Megjithatë, organizatat palestineze paralajmërojnë për pasoja të rënda për popullsinë civile. Sipas Amjad Al-Shawa, mijëra familje janë bllokuar mes dy zonave, duke i përballur me mungesë uji, ushqimi dhe shërbimesh bazë. Raportimet tregojnë se punonjës humanitar dhe civil janë vrarë në zonat e reja të kufizuara, ndërsa kufit ndryshojnë shpesh pa paralajmërim për banorët. Në terren, shumë banorë të zhvendosur thonë se shpresat për të kthyer në shtëpitë e tyre po zbehen,
ndërsa kufizimet shtohen dhe pasiguria rritet. Sulmet me dronë rus goditën qytetin jugor Odesa, duke plagosur të paktën 18 persona dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në ndërtesa banimi. Mes të plagosurve është edhe një 17 vjeçar, ndërsa disa prej tyre ndodhen në gjendje të rëndë. Qyteti portual Odesa në jug të Ukrainës është goditur sërish nga sulmi me dronë rus për herë të dytë brenda kësaj jave, duke shkaktuar dhjetra të plagosur dhe dëme të konsiderueshme materiale. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 18 persona janë plagosur nga sulmet, ndërsa mes tyre ndodhet edhe një 17 vjeçar. 2 prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në terapi intensive. Dëmet më të mëdha janë regjistruar në distriktin qendror Primorski, ku janë goditur ndërtesa shumë katëshe dhe banesa 5 katëshe. Gjithashtu, një kopsht fëmijësh ka pësuar dëmtime të mëdha, ndërsa janë raportuar dëme edhe në një qendër tregtare, një hotel dhe objekte administrative. Autoritetet bëjnë të ditur se në zonat të tjera të qytetit janë goditur edhe objekte infrastrukturore, magazina dhe hapësira industriale. Ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë me një herë për evakuimin e banorëve dhe shuarjen e zjarreve të shkaktuara nga shpërthimet, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit kanë vijuar gjatë gjithë natës. Odesa është një nga pikat kyçe për eksportet e Ukrainës dhe ka qenë vazhdimisht objektivi sulmeve ruse gjatë luftës. Presidenti Amerikan, Donald Trump, njoftoi heqjen e tarifave për whiskin dhe bourbonin pas vizitës së Charlesit III dhe Camillës në SBA. Vendimi synon të forcojë marrëdhëniet tregtare mes Britanisë dhe SBA-s, veçanërisht në industrinë e pijeve alkolike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar një vendim të papritur për heqjen e tarifave dhe kufizimeve ndaj whiskit dhe bourbonit, duke e lidhur këtë hap drejt për drejt me vizitën e fundit të çiftit mbretëror britanik në Washington. Me një herë pas takimit me Charles III dhe Camilla në shtëpinë e bardhë, Trump publikoi një mesazh ku theksoi se vendimi vjen në nder të mbretit dhe mbretëreshës, duke e cilësuar vizitën si një moment të rëndësishëm për marrëdhëniet mes dy vendeve. Sipas presidentit amerikan, heqja e tarifave do të ndikojë drejt për drejt në industrinë e whiskit dhe bourbonit, duke përfshirë rajone të njohura si Skocia dhe shteti amerikan i Kentuckit, të cilat kanë një histori të gjatë në prodhimin e këtyre pijeve dhe në shkëmbime tregtare mes tyre. Trump theksoi se një vendim i tillë kishte qenë i kërkuar prej kohësh dhe se marrëdhëniet ekonomike në këtë sektor janë të rëndësishme për të dyja palët. Ai përdori gjithashtu një ton humoristik, duke deklaruar se çifti mbretëror e kishte bindur të merrte një vendim që, sipas tij, askush tjetër nuk kishte arritur ta realizonte. Ky zhvillim pritet të ndikojë pozitivisht në tregtinë mes SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke lehtësuar eksportet dhe duke forcuar bashkëpunimin ekonomik në industrinë e pijeve alkolike. Pamje nga kamerat e sigurisë të publikuara nga Jeanine Pirro tregojnë momentin kur i dyshuari Cole Thomas Allen nis sulmin gjatë darkës së gazetarëve në Washington. Në video, ai shihet duke kaluar me forcë kontrollin e sigurisë dhe duke qelluar një agent në distancë shumë të afërt. Pamjet e reja nga kamerat e sigurisë kanë zbuluar momentin dramatik kur nisi sulmi i armatosur gjatë darkës së gazetarëve të shtëpisë së bardhë në Washington. Video, e publikuar nga prokuroria amerikane Jeanine Pirro, tregon të dyshuarin Cole Thomas Allen duke vrapuar drejt një pike kontrolli sigurie në hotelin Washington Hilton. Një pamje, ai shihet duke kaluar me forcë përmes detektorit të metaleve dhe duke hapur zjarr në drejtim të një agenti të shërbimit sekret, në një distancë shumë të afërt. Agenti mbeti i plagosur, por autoritetet kanë konfirmuar se nuk bëhet fjalë për zjarr miqësor. Ngjarja shkaktoi panik të madh në sallë, ku ishin të pranishëm figurat e larta shtetërore, përfshirë presidentin Donald Trump, i cili u evakua menjëherë së bashku me zyrtar të tjerë. Sipas hetimeve, sulmi ishte i organizuar dhe i planifikuar paraprakisht, ndërsa autoritetet po analizojnë çdo detaj për të kuptuar motivet dhe rrethanat e plota të ngjarjes. Pamjet e publikuara pritet të përdoren si provë kyçe në procesin gjyqësor ndaj të dyshuarit, i cili përballet me akuza të rënda dhe rrezikon dënim maksimal. Rritja e fortë e çmimeve të naftës, sipas ekspertëve të energjisë, do të ketë ndikim global, duke rritur kostot nga ushqimet deri te fluturimet. Lufta në Iran dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit po shkaktojnë tronditje të mëdha në ekonominë botërore. Rritja e çmimeve të naftës në nivelet më të larta të 4 viteve të fundit
po paralajmëron pasoja të rënda për ekonomi globale dhe për konsumatorët në mbar botën. Sipas Dimitri Zhdanikov, ekspert i energjisë, çmimi i naftës ka kaluar mbi $125 për fuqi, duke ju afruar niveleve rekord të vitit 2008. Ai thekson se kjo situatë është pasojë direkte e luftës në Iran dhe tensioneve të vazhdueshme në rajon. Një nga faktorët kryesor është mbyllja e ngushticës së Hormuzit, një rrugë etike për transportin e rreth 20% të furnizimeve globale të naftës dhe gazit. Kjo ka krijuar një krizë furnizimi dhe ka shtyrë çmimet në rritje të shpejtë. Ekspertët paralajmërojnë se ndikimi nuk do të kufizohet vetëm te karburantet. Rritja e kostos së naftës do të reflektohet në çdo aspekt të jetës së përditshme, nga transporti dhe fluturimet ajrore deri te ushqimet dhe produktet bazë. Zhdanikov thekson se çmimet e karburantit për avionët pritet të rriten ndjeshëm, duke çuar në më pak fluturime dhe anulime gjatë sezonit verior. Po ashtu, rritja e çmimit të naftës do të ndikojë në transportin rrugor dhe detar, duke bërë që çdo produkt, nga patatet deri te mobiljet, të kushtojë më shumë. Një tjetër efekt zinxhir lidhet me rritjen e çmimeve të plerave kimike, çka pritet të rrisë edhe kostën e prodhimit të ushqimit në mbar botën. Ndërkohë, tensionet mbeten të larta, pasi Irani ka paralajmëruar se do të reagojë ashpër ndaj çdo sulmi të ri amerikan, ndërsa përpjekjet për zgjidhje diplomatike kanë ngecur. Ekspertët paralajmërojnë se nëse situata nuk stabilizohet shpejt, bota mund të përballet me një val të re inflacioni dhe një ngandalësim të ndjeshëm ekonomik në muajt në vijim. 2 persona humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosin pas një sulmi izraelit në jug të Libanit. Ngjarja vjen në mes të tensioneve të vazhdueshme mes Izraelit dhe Hezbollahut, pavarësisht armpushimit të zgjatur. Tensionet në lindjen e mesme vijojnë të mbeten të larta, ndërsa një sulm izraelit në jug të Libanit ka shkaktuar viktima dhe të plagosur. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, 2 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në qytetin Nabatie Al-Fauqa, ku ndodhi sulmi. Bilanci i viktimave u konfirmua mëngjesin e së premtes, ndërsa ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë për të transportuar të plagosurit në spital. Autoritetet bëjnë të ditur se një ditë më parë, sulmet të tjera izraelite në distriktin Nabatie kishin shkaktuar të paktën 14 viktima, duke treguar për një përshkallëzim të situatës në rajon. Analistët theksojnë se këto incidente tregojnë mbështetësinë e arpushimit dhe rrezikun e një përshkallëzimi më të gjerë të konfliktit në rajon. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar ka bërë thirrje për përmbajtje dhe rikthim në dialog për të shmangur një krizë të re në lindjen e mesme. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.